shumë mirë, jemi domethënë vitin më të mirë me përgatitje. Qysh po i shihni skenat vetë se janë të përfunduar, ka me pas mundësi edhe shikues të juaj, po na e kemi marrë këtë vit në iniciativë që me fuqizdu festivalin me program gjatë ditës. Na shumë puni kontraktojmë, domethënë me kontraktorë të ndryshëm, se kontraktorët të produksionit janë kryesisht ndërkombëtar. Kemi punu me kriju më shumë hapësira me skener, se prej vitit kaluar njerëzit që vinë në festival kontrollohen me skener. Na atë bashkëpunim me European Talent Exchange Network, ne se jemi ty e vazhdu, edhe mendojmë gjatë gjithë kohës me dërgu edhe artista tjerë që jonë ja vlen ndoshta shumë më shumë. Villa në Artist Village, që thotë ju ofrohen në mënyrë ekskluzive, headliners, edhe artistave të mëdhenj, ata që ndrojnë gjatë tërë ditës. Pesheni është një hapësinë shumë e madhe, është një stage shumë i madh, ka diku 300-400 drita që janë në të, i ka edhe disa kulla të cilat kanë me ndihmu që edhe njerëzit të mbrapa me përjetuar pjesën e vizualeve. Me përgatitje jemi shumë mirë. Me përgjigjet e audiencës jemi shumë mirë, kemi më shumë njerëz se vitin e kaluar, i kemi po përgatitjet edhe ju ndoshta nuk e vreni, po edhe flamurat që janë para main stage-it janë largu më shumë për të akomoduar ata njerëz. Ne kemi hap pak sajtin më shumë, që me mund të akomoduar më shumë njerëz. Shpoti, kënaqësi me të pas këtu, kënaqësi me të polizit, na vizitut. Kënaqësi shumë e madhe me kujt me qeni praneshëm para se me ja nisin ndër festivalet të mëdha në Evropë pra herë, të nis që është në Kosovë, me një vend shumë të vogël, që në hartë me lypsën e gjonë e lemo që mohet një festival një lloji të tillë. Qysh jena me përgatitje, qysh jena me logjistik momentalisht, qysh tu uniti personalisht për edicionin e radhës Sunny Hillit. Mirë, jemi shumë mirë, jemi domethënë vitin më të mirë me përgatitje. Qysh po i shihni skenat vetë se janë të përfunduar, ka me pas mundësi edhe shikues të juaj, po gjitha skenat, po mirë jemi. Shumica e sendeve janë të përfunduar, disa prej skenave vetë se janë përfunduar. Tash po presim edhe bashkëpunëtorët tanë edhe që organizojnë aktivitete të ndryshme gjatë ditës me i përfundu përgatitjet e tyne. Na e kemi marrë këtë vjet në iniciativë që me fuqizdu festivalin me program gjatë ditës. Për ato e kemi bërë edhe një stage të mbulum, cili kam ju ofru njerëzve hije gjatë ditës edhe ka program shumë të mirë gjatë tan ditës, fillu prej orës 1 deri në ora 6:30, kur pastaj fillon programi në main stage. Njëjtë kemi edhe një stage ditës në orar të njëjtë për ata tashamirët e muzikës elektronike, që është satellite stage, që është përfunduar atje. U bëj kataman si plazh pak me të këtu, vajbi veror. Stage alternativ, pas një stage elektronik që punojnë gjithë ditën, edhe gjatë ditës ka pas aktivitetet ndryshme, ka pas oferta ndryshme edhe prej festivalit për njerëz që vinë më herët, që me bëjë qëndrimin e tyre në festival sa më të mirë edhe me bëni program sa më të pasur. Para se me kalu me stage dhe me fol pak më shumë edhe me mujt me i pa bashkë, sa është kapaciteti i njerëzve që punojnë për me mujt më realizu në festivalit tillë? Na shumë puni kontraktojmë, domethënë me kontraktorë të ndryshëm, se kontraktorët të produksionit janë kryesisht ndërkombëtar, edhe kemi edhe gjithë që punojnë në produksion lokal i përdorim si ndihmë. Përveç atyne i kemi diku një 50 persona lokal që punojnë si ndihmë në skena, kemi persona lokal që punojnë në hospitality të artistave, që i përmbushin gjitha ato kushtet e artistave që i kërkojnë për me ardhë. Na vinë ekipe shumë mëdha, nga 50-60 veta për një artist, që për atë punë e kemi edhe një Artist Village që i kemi përgatit, që 2 vite, i cili merr largata prej krejt artistave. Është një punë shumë e madhe që bëhet edhe aty për një 50 vetave që sigurohen që artistat kur vinë pas krejt kushtet dhe këtë kërkesat që Mujta me po edhe në fillim kur erdha gjatë rrugës edhe i kishte zbugat edhe sinjalizues, me kallëzu rrugën edhe mos me pas problem për atë krejt ata që vinë po në Sunny Hill. So i përket hyrjeve edhe daljeve. So hyrje dalje kanë me qenë që me i ik pak atij kallabllokut madh, se nuk mundëm na mi kallabllokut madh se janë mira njerëz që vinë në festival. Po është me qenë veç një hyrje, apo me pas edhe hyrje tjera të veçanta. Hyrja kryesore është hyrja atje në që kanë hiç çdo vjet. Na kemi punu me kriju më shumë hapësira me skener, se prej vitit kaluar njerëzit që vinë në festival kontrollohen me skener, po na ofrojnë një siguri sa më të mirë, po kemi bërë më shumë linja atje në që me akomodu sa më shpejt njerëz, kemi dalë në shersh prej tje, për njerëz të mujt me shkuar bracelet më herët, që kur vinë në festival që me pas të marrë dhe mbyllëzujtën e dorës, po vetëm me hyrë në festival. Po ashtu kemi linjë dedikume për media, për personat që i kanë biletat VIP, edhe për personat që kanë ble Fast Lane Access, që është ajo linja e shpejt, kalojnë domethënë kanë
pak më shumë prioritet. Hymjet tjera janë hymje zyrtare edhe janë hymje për ata që kanë VIP parking, ndërsa hyrje emergjente janë diku një 4 bukur të mëdha për në rast që ndodh. E mira është që na jemi në fushë hapun, kështu që njerëz munden mu shpërnda në rast që ndodh diçka. Po. Mirë po, jemi të i marrë krejt masat me krejt institucionet që i kena në vend sigurisë, për mos me leju me ndodhë. Definitivisht. Që kena bashkëpunimin shumë mirë si në Kosovës, kemi përmbush krejt kërkesat ata që i kanë me sinjalistik edhe me përgatitje. Besoj që kanë punë një flow shumë i mirë. Qa jena ty bu ekstra që e përmenda edhe ma herët janë programi i ditës. Programi i ditës ju mundëson njerëzve që mos me përë parë kur është ajo etollovia, që ndoshta dikush edhe nuk ka mundësi fizike me arë se është në punë, po njerëz tjerë munden me arë gjatë ditës, me shiju program, me shiju aktivitete të shumta. Kemi diku 15-16 aktivitete, i kemi 15 të ndryshëm të ushqimit, cilët janë gjithë njohur për njerëz që janë në Prishtinë, po edhe për ata që e vizitojnë Prishtinën. Kështu që kemi bën një program shumë mirë tërditor, që duhet edhe me pas festivalet. Për ndryshën, krejt festivalet në botë, sidomos në ditën e parë, është pak kollovi dhe për që ato shumë festivale dhe 2 ditë para se me pas muzikë, e hapin ndoshta hapësirën me vepra të ndryshme të artit, që njerëz me armi kalu veç 3-4 orë, me mësu vendin, me marrë bilizykën edhe me dalë. Na për shkak që nuk kemi dash me i prude i këtu, kemi dalë në shesh, me pre-check-in, edhe njerëz munden mu përgatit për festival mandej me ardhë veç të përgatit. Edhe veç me im rana dhe me u knoq me vazhdu me jetën. Qa mu dok shumë interesant edhe që kena me folë se njerëzve ju intereson shumë me ditë se qysh duket aja, qysh duket kjo, qysh ka me kon kjo, ka tepër shumë pikpyetje. Na momentalisht jena tu e po live këtu, stage-in e alternativës, po muna mi thomë shtë, gjeneratave të rria që kanë Jemi ty emru The Next Stage. The Next Stage, po, definitivisht me artistat e ri, qa më ranë Por veç artistave të ri ka dhe program shumë mirë. Pra njerën prej natëve e kena asgjë si kur diellit, headliner në këto. The Next Stage e ka emrin The Next Stage se na e mendojmë si The Next Big Stage, si ka më punë. Në festival nuk ka më main stage dhe stage tjerë. Ajo është Sunny Hill Stage, ajo është C4 Stage. Nëse e shohim në production, mundeni me pa që jonë paka shumë si të njëjtë. Këtë vite kemi atje headliner Seth Troxler, kemi Poza, kemi djemë të Kajne Music, kështu që është një program i cili një festival, me këta 3 bën një festival për fillimit. Po, definitivisht. Po qa më do këshëm interesant edhe Next Stage, se e kom pas pak një farë dyshimi, thësha so mundet me konë në zetë, dhe duhet ditë që për shambull është qielli hopën mundet me ra diellit. Qa po më pëlqen shumë, është që është mbulu edhe është bo hije, për krejt ata që kanë me mujtë me ardhë dhe me po performancat këtu. Diçka interesant një të nku edhe shumë e mirë për njerës që me mujtë me u knaqë dhe me kalu kohën që është për thuti ma herët, sepse ka shumë njerë që ezitojnë me orë gjatë ororëve që është shumë herët, se thojnë ju du të me nejtë ma gjatë, ju gjona tila dhe i huk nashta edhe rëndësia që të në artistave që janë të gjeneratës të re. Sot a merë menja që gjenerata e ri ose gjenerata e ri e artistave përfitojnë prej Sunny Hillit në aspektin pozitiv. Na kemi veç se shembuj që kam performu. Për shembull e kemi pas në vitin 2022 syt kam performu në Sunny Hill, mbas asaj kanë siguru shumë performanca tjera. Kemi pas Bana Zahitin, cila ka performu në 2 edicione me radhë. Vitin e kalum na e kena propozu me shku në Eurosonic Festival Bana Zahiti si përfaqësuese e Kosovës. Eurosonic është një konferencë e festivaleve, po ku prezentohen edhe artistat e ri. Si shembull me marë, vitin 2015 Dua ka kënu në Eurosonic. Në Eurosonic jo ndoshta 50 evente të njëjtën kohë gjatë ditës, ku artistat e ri performojnë edhe prezentojnë vetëm para festivaleve të shumta që vinë aty, po folim 100-200 festivale. Edhe Bana Zahiti i ka siguru 3 performanca në festivalin ndërkombëtare prej asaj paraqitjes. Perfekt. Na atë bashkëpunim me European Talent Exchange Network, nëse jemi të e vazhdu, edhe mendojmë gjatë gjithë kohës me dërgu edhe artistat tjerë që ja vlejnë ndoshta shumë ma shumë, po duhet çdo vit me propozu 1 ose 2, se edhe ata nuk pranojnë ma shumë. Po në këtë mënyrë na mundohem që me qitë artin e tyne para njerëzve. Se e dim që jo shumë për i tyne kanë hapësira alternative ku mundën me kënu para 2-3 njerëzve. Në The Next Stage, The Next Stage e ka një dimenzion diku 30 me 40, mundet me akomodu 2-3 njerëz, që me për një artist ri me performu para 2 njerëzve,
është një eksperiencë shumë e mirë, besoj edhe ata mund të njohin. Definitivisht. Edhe shumë interesante me mujt me performu me një festival kaq të madh, e di që vinë shumë njerëz prej krejt botës. Se kam edhe një informacion që më ka rënë vesh që si vjet kam e pas shumë njerëz që vinë prej vendeve tjera. Po, na çdo vit e kemi një përqindje më të madhe të vizitorëve ndërkombëtar se sa vendor. Na nuk pyesim për nacionalitet për nga vinë, po ne i kontrollojmë kryesisht nëpërmjet kartelave me të cilat blehen biletat edhe bëhen blerjet brenda festivalit. Shumë prej tyre e dim që janë të diasporës, që ata llogariten si vizitor, sa nuk vinë veç për festival, po ndoshta i përshtatin datat për festival. Po çfarë po ndodh është që po shohim që shumë prej tyre tash sjellin edhe shoqni. Se i tregojnë këtë vit kemi kalu kështu, edhe vitin tjetër vinë edhe me 10 veta shoqni tjerë. Kemi treg shumë në rritje Turqinë, që disa vjet, kemi treg në rritje Greqinë, kështu që jemi të urrit në rajon me pjesëmarrës edhe i kemi diku mbi 65%. Oh. Po xhirojmë valla. Ane, se s'ka lidhje. S'ka lidhje. Na nxorën pak që shto. Pse puna për buhet. Kemi shumë kontraktorë, kështu që nga njerë ata i kanë edhe punë të veta. As mund është minoj, po e vërtet. Me po, a jemi na të gjërua, çfarë probleme kemi për moment. E rëndësishme është që na kur vina ditën e parë me konkret gazëm se masani na lojnë fojnë mua ty thonë që a blen që na bënë këta. Tu bo vetë. Po kalojna që këtu ka pak edhe në për skena tjera, kena atje The Satellite cilën tha që ka pas muzikë elektronike prej shumë herët e deri në vonë kur janë nisë edhe main stage. Pse edhe që kjo ide që me mujt me bëjë muzikë elektronike edhe gjatë ditës, edhe ata merr mend që njerëz kanë me qenë kohë të interesuar për me mujt me bëjë diçka tillë. Është praktik shumë në krejt festivalet me ofru muzikë të zhanrit të ndryshëm gjatë festivalit. Këtë festivalet kanë edhe stage të muzikës elektronike edhe gjatë ditës. Jo gjithkush është interesuar për muzikë alternative, ka dikush që ndoshta shef vlerën më të madhe festivalin skenën C4, kështu që kanë me vizitu edhe gjatë ditës edhe një skenë tjetër edhe me ndëgju. Emrat që janë në Satellite Stage janë emra shumë njoftur për ata që e dëgjojnë muzikë. Po. Definitivisht. Mujta me po edhe unë emra dhe më dok shumë interesant se qysh kanë me mujtë edhe kanë me pas hapësirë me kalu kohën njerëz. Që është diçka që kisha pas qef na me shku edhe me fol pak, që e përmene që artistat i ndo tepër shumë kënaqur ndër vite me qatë pjesë, është edhe Artist Village. Artist Village është një ndër thanet që mas shumë t'i përmenet prej njerëz dhe thonë qysh duket, qa buhet aty mrena, është mirë, ka shumë pikpyetje, a din se njeri ku nuk e din se çka mundet me pas, i ka dyshimet e veta. Kisha pas që me po pak edhe qysh është logjistika krejt që sojna për shembull për një artist, se duke di që edhe artistat e ri janë pjesë të Artist Village, qysh qa mundën me përjetu, qa ju ofrohet, që shnijen e gjonat e tilla. Në Artist Village ne i kemi diku një 10 villa, cilat i kemi kriju për artist. Atyre ju plotësohen ato kërkesat që i kanë para performancave. Do me thonë aty nuk flenë kurkush, janë vetëm ju ofrohet një hapësirë para se me performu. Kemi disa villa në Artist Village, që cilat ju ofrohen në mënyrë ekskluzive, headliners, edhe artistave të mëdhenj, ata qëndrojnë gjatë tërë ditës, jo artisti po ekipa e tyne, edhe kena dhoma ose kemi villa më të vogla të cilat ju ofrohen artistave për me pas me mujt me ndru garderobën, e kanë garderobën e skenës, me mujt me fresku make-upin, me kry punë cilat i kanë para performancës. Kështu që në Artist Village kryhen krejt ato procese. Aty e kryhen edhe ushqimin, i kanë dhomat e zhveshjes, e kanë një hapësinë ku ndoshta kanë nevojë me u qetësu para performancës. Krejt nevojat që i kanë ata mundën i plotësu brenda Artist Village. Ekipa jonë e hospitality i kontakton gjithë nga një, edhe i pajis me akreditime, pyet se çka kanë nevojë, gjithë ato që kanë mundësi. Kushtet i kemi shumë të mira, ndoshta në kapacitet, në numër të dhomave mundemi mu shtu, po të na është një problem që nuk ka green room të cilat mundemi mu marrë me qira që shmera në krejt festivalet, na krejt jemi ty ndërtu me konstruksione të përkohshme prej fillim. Kështu që jemi ty e rritë. Edhe këtë vit e kemi rritë edhe një villë edhe më të madhe, cila shkon për headliner, kryesisht kur janë ekipet që me 40-50 veta, po kushtet janë shumë mira në Artist Village edhe ju ofrohet një komoditet dhe një privatësi e mirë artistave para se me dalë në performancë. Cila është nashta kërkesa më e çuditshme që e ke marrë prej artistave global çdo vit? Kemi pas kërkesa ndryshme.
prej mi ngjyros muret. Tjetër, mi printu fotografinë të shenjit me pas në dhomë, gjana tilla, po janë kërkesa që green room është një hapësinë ku ata mundohen me zvoglu stresin, ty e mimik një hapësinë cilën ata e kanë cozy. Edhe secili edhe në shtëpi veten e ka një dhomë ku ndihet mas miri. Po, definitiv. Ata kur e qesin në rider e qesin një hapësinë që ashtu që ju duhet, se ndoshta ajo i ndihmon me menaxhu atë stresin. Definitivisht. Edhe për ato, na nuk i marrim shumë si kërkesa të çuditshme, mundohemi mi përshtat se e dim që kanë nevojë për atë ndihmë dhe për atë ambient. Këto e kena gjithashtu një ndër stage-at e mi favorit. Për mua është ta favoriti, se më pëlqen edhe me po pak edhe pa ndryshe. Mu më pëlqen shumë si stage ku edhe i muzikës që shruhet i di që janë fans, po të njëjtën ku edhe prej visuals cilat mundëm me i po gjatë këtyre netve. Që ta mërmeja për C4, me na kallëzu pak ma shumë për anën logjistikit, sojna dhe sojna kohë, kaluna është krejt stage-at të ndryshëm edhe me ditë se so është ashta interesimi njerëzve për C4, sepse fillim nuk i kena ditë për shembull që pasa ko me qenë ashta C4. Po qysh e the edhe ma herët, ju nuk bëni dallimet stage-ave, se cili e ka vibe-in edhe rëndësinë e vet. C4 qysh edhe thash, e ka rëndësinë njëjtë si përpara qysh e ka pas main stage. C4 kur ka fillu në Gërmi, ka qenë një stage shumë i vogël sa satellite stage. Po ty u rrit festivali, ka me shku ty u rrit programi njëjtë si qysh e thash edhe the next stage që ka më konë the next big stage. Kështu që tash C4 e ka vetëm rëndësinë e vet. Pesheni është një hapësinë shumë e madhe, është një stage shumë i madh, ka diku 3-400 drita që janë në të, i ka edhe disa kulla të cilat kanë me ndihmu që edhe njerëzit mbrapa me përjetuat pjesën e vizualeve edhe pjesën e dritave. Pesheni është paka shumë gati, se mungon vetëm LED-i edhe DJ përpara. Wow, interesant. Po punohet me shpejtësi marramen se këshin thonë këta Shqipnisë. Për fund e kena, nashta se të tash ma heke mundësin që me thonë stage-i kryesor. Po me thonë ky stage-i Sunny Hill Stage. Po, Sunny Hill Stage është nashta stage që i pret artistat më të mëdhej global, të e ditë që si vjetë kemi Katy Perry, ne kemi Lewis Capaldi, ne kemi SDK, dhe kena me pas shumë artista, Martin Garrix of course, kena mega artista. So është e vështirë, shpat. Për krejt njerëz që menojnë që shumë e thjeshtë edhe komentojnë bema qëtë artist, ta dhe pëse s'me thërni këto, pëse s'me thërni ato. Sa është e vështirë për juve me mujtë me i sjell artistat e rangu t'illë, për shembull që është Katy Perry, që është një ndër artistit që ka mas shumë t'hit e pop. Është bukur e vështirë, ka qenë edhe ma e vështirë përpara. Vitet e para kur kemi thirr artistat rangu t'illë, ka pas shumë dyshime për siguri, për logjistikën, për produksionin që mundëm ju ofru. Produksioni që kërkohet prej artistave nuk ndryshon kur gjon në Kosovë prej Zvicrës. Domethënë Katy Perry, performancën para këtu e ka pas në Neon të Zvicrës. Prej Neonit Zvicrës vjen në Kosovë. Logjistika është e njëjtë. Ata kanë marrë me aq kamion sa kanë qenë në Neon, vinë edhe këtu me stafin e njëjtë. Ata nuk bojnë diskriminime, me thonë, po vim në Kosovë edhe na duhet ma pak sende, s'po lypim të ju ma shumë se në Kosovë. Jo, ata nuk bojnë kompromis me kualitetin cilën e ofrojnë në çdo performancë. Kanë një tour performance dhe ajo duhet mu zbatu në 100%. Ju e keni pa vitin e kaluar, stage-i gjatë Dua Lipës ka pas pamje tjetër, gjatë Shawn Mendes pamje tjetër, gjatë Animes ka pas pamje tjetër. Ajo duhet mu përshtat në kushte që i kanë ato. Për ato, fatkeqësisht na duhet me përdor pala produksion ndërkombëtar, kompanitë që punojnë në produksion vendor, shumë punë, po kryesisht krejt pajisjet kemi sjell prej jashtë. Si vjetë kemi dy partnerë, një prej Rumanisë dhe një prej Kiprit, të bëjmë produksion pilot. Ekipet lokale na shumë si me konstruksionin, stage-a më të veçantë. Duhet më përmeni sa që në këtë festivalin që 2 vite kemi të zërim Hell Acoustic, që është një prej zërimeve më të mira për outdoor events, kështu që po mundohemi krejt me përcjell kualitetin më të madh sa të ofrojnë gjithë festivalet e mëdha. Shumë interesant është edhe me po se çdo vit punohet edhe bëhet gati që kjo hapësirë. Sot a mërmeja që kish dasht me konë që kjo hapësirë nashta gjithmonë edhe sa e bën vështirë që duhet me u përgatit nashta çdo vit
për festival. Po, një farë mënyrë është po mundshme me qenë 100% gati sot që përgatitesh gjatë viteve, se sidomos pjesa e produksionit në asnjë kohë nuk rrin. Për shembull, ky stage që e kanë sjellë për Rumanisë, dillën në Electric Castle, dillën e kalume në festivalin Electric Castle që është shumë i madh në Rumani, ka diku 60.000 njerëz për ditë, tu kanë performuar. Më thonë është demontu atje, ka ardhur Kosovë, tash është u montu. Kështu që këto pajisje nuk rrinë në asnjë moment, edhe për ato duhet gjatë gjithë kohës shumë punë më bon në moment e fundit. Po është praktik në gjitha festivalet, na duhem ju ofru logjistikën vendore, me mashineri, me staff, me djemë lokal që përpunojnë për 50 veta në produksion, ju ndihmu, se ata nuk mundën me sjell krejt, po shumica e sendeve duhen më ashtu në moment se çështo të funksionojnë krejt festivalit. Këto nuk rrinë asnjëherë, njëjtë si artistat që kanë touring të vet, edhe këto e kanë touring gjatë gjithë kohës. Perfekt. Interesante, shumë interesante me po. Çfarë pritshmëri ki prej edicionit si vjetshëm? Çfarë ta merr me, qysh ta merr me që do me shku, sa je i kënaqur ti personalisht me shihen tonë të muzikës, edhe me line-upin që i kënaq si vjet. Nuk ka komentuar shije se kredi kanë shije të ndryshme të vetë në vetë. Sjella ato, dikush ato. Me bo festivali sipas shijeve, bon 200 këngëtar, domethënë kishin dalë. Na me përgatitje jemi shumë mirë. Me përgjigjet e audiencës jemi shumë mirë, kemi më shumë njerëz se vitin e kaluar, i kemi po përgatitjet edhe ju ndoshta nuk e vreni, po edhe flamurat që janë para main stage-it janë larguar më shumë për mjaft më të ata njerëz. Ne kemi hap pak sajtin më shumë, që me mund të më shumë njerëz. Ka shansë që fatkeqësisht nuk kemi 1 milion bileta edhe bileta këtu drejt përfitimit, pse duhen me qitë diku fit, kemi të përgatitur. Për ato na dhe i qesim biletat i përsa ma herë, me parashiku të njerëve sa mundën. Do shta festivali viteve tjera ka mujtë më përgatit për 50.000 vetë, po këtë vjetë nuk mundë. Kapaciteteve që i kemi si. Që është e rëndësishme që mos me dol jashtë limiteve që mundën njerëz me u kënaqë, sepse masakrina mundet me kalu edhe në problematika të ndryshme. Nuk është vetëm sa nxën vend, është sa mundet me ofru njerëzve pije gjatë gjithë kohës, sa mundesh njerëzve me ofru edhe toalete, hyrje dale të sigurta, policia sa është e përgatitur me absorbu ato kapacitetet të njerëzve. Sigurimi privat, sigurimi i festivalit. Kjo dinamika e turmës është me rëndësishme në festivale edhe fatkeqësisht gabimet në festivale ma herët kanë qenë soja ronda. Për ato edhe na duhem me kujdes që të bëjmë atë kapacitet të jemi të përgatitur. Viteve tjera përgatitur për kapacitete tjera, zënohemi edhe më shumë, kemi hapësinë, kemi plane. Të zhënu alo. Po i madhe më. Po prit ka me më bu diçka shumë e madhe. Shpat, knatësi shumë që ju pom, knatësi shumë që kena mujtë me tregu njerëzve që qysh përgatitet festivali më i madh në Evropë, na shta kisha mujtë me thonë, sepse vinë artistat të rangut botëror që nuk kisha mujtë me i pa tjetër kënë. Edhe po shpresoj që kena mu kënaq për këto ditët në vjem. Besoj që keni ditë natën, si çdo vjet, a vësh? Përgjithë ata që po na shohin, çka kemi thënë publikës për fund. Për fund, vetëm përgatituni, mundësisht e janë sa më herët për me pas juni përvojë sa më të mirë, me mujtë me shiju festivalin, gjitha vendet e festivalit, gjitha hapësinat, eksploroni se secilla prej pikave, ka aktivitete të ndryshme, ka mundësi të ndryshme, ka vende për me qëndru gjatë ditës, gjatë natës, kështu që e kemi një program shumë të mirë. Thank you so much, bro. Knatësi e madhe. Ej, mos harroni Sunny Hill Festival, hajde po kënaqem. Kanë mbetur edhe shumë pa kohë, mos i leni pa i ble biletat. Ciao. Ciao.